Ishte gjykimi i vendimi i Gjykatës Supreme, që e mbrojti një vendim administrativ që ekziston në Kosovë tash disa vite, jo mendoj që është shumë i drejtë. Është shumë i drejtë sepse aty janë fëmijë. Në shkollë fillore dhe të mesme janë fëmijë. Nuk ka të drejtë ta vendos fëmijës askush shamin mbi kokë. Në shkollë të mesme nuk mund t'i konsiderojmë fëmijë, sepse ka varza. Jo, janë fëmijë, janë të mitura. Jo, janë të mitura në moshën 18 vjeç. Gjithsesi në qoftë se ka dëshirë dhe bindjet e saj fetare thonë që mund të vendos shamin. Moshën 16 vjeç s'ka çfarë, cilën dëshirë ka. Me dëshirë me atë ndalohet, mendoj që i takon kjo. Jo, absolutisht po i takon. Okej, të ndaloj. Shkolla mesme, në fakultet gjithë ndu ku dush. Je një vajzë rritun, nëse ti e ke bindje ta vësh shamin, vëj atë shamin. Nëse unë mendoj që shamia është shtypje, unë mendoj që s'duhesh me qitesh as fakultet as kudo, po kjo është pastaj mendimi jam, unë për veten time. Pastaj nëse ti do me vë shamin në fakultet, kur je një vajzë rritur, një grua e rritur, atë bëj ç'dush. Shkolla fillore dhe shkolla e mesme janë fëmijë. Duhet me largu të gjitha me kapin, thojt, takat, këto fustanat që kanë pas uniforma. Pse duhet me vesh një vajzë fustan? Në uniform në shkollë të mesme ose në shkollë fillore. Lani më fëmijët të rritën si fëmijë. Bëjnë uniforma, çfarë i shkojnë, i kanë përshtatje fëmijëve që ju jep liri të plot. Uniforma komode që shkon mëson edhe del për shkollës. S'ka nevojë as shamia as vajzat që janë të frymzuara dhe janë të rritura të edukuara nga familje që kanë bindje të forta fetare. Është fëmijë. Jo, s'duhet të kesh shamin në shkollë mesme dhe në shkollë fillore. Absolutisht është vendim i dur. Okej, qartë.